Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kandidatja e vetëvendosjes për kryeparlamentare të Kosovës Albulena Haxhiu ka reaguar pas dështimit të seancës konstituive. Haxhiu theksoi se konstituimi i kuvendit nuk është përgjegjësi vetëm e vetëvendosjes, por e gjithë spektrit politik. Ne kërkojmë unitet për konstituimin e kuvendit të Republikës së Kosovës. Pra është jashtëzakonisht e rëndësishme që të kemi unitet që ta konstituojmë kuvendin e Republikës së Kosovës. Qytetarët e Republikës së Kosovës e kanë thënë fjalën e tyre në zgjedhjet e nëntëshkurtit. Prandaj propozimet e tilla janë tendencë për të minimizuar vullnetin e popullit, për të shkelur atë dhe natyrisht nuk e kanë mbështetjen e lëvizjes vetëvendosje. Sipas saj, vetëvendosjes subjekti i parë ka të drejtë kushtetuese për të propozuar kryeparlamentarin dhe askush nuk mund të ndërhyjë në këtë të drejtë. Në emër të vetëvendosjes, deputeti Armend Muja akuzoi deputetët e partive të tjera se janë duke bllokuar konstituimin e kuvendit, ndërsa nuk munguan dhe komentet për një koalicion të mundshëm me Partinë Demokratike të Kosovës. Për këtë arsye, konstituimi i kuvendit është përgjegjësi e gjitha forcave politike. Nuk thot askund kushtetuta jonë që gjithë kryesia e kuvendit takon fituesit. Se po t'ishte ashtu do të përfundoj, po nuk është ashtu. Madje edhe sikur ne të fitojmë 90% të votave, kushtetuta e Kosovës është e ftoftë, do t'i kene vetëm 2 përfaqësues. Prap të tjerët vinë nga partitë opozitare. Sepse kjo është rregullimi jon kushtetues. Për atë arsye, ju ta kuptoni drejt edhe ju them me përgjegjësi të plot të gjithë qytetarët të Kosovës. Nuk është çështja tek një kandidat i përveçëm. Çështja dhe thelbi i gjithë kësaj katrahure është përpjekja për ta bllokuar formimin e qeverisë Kurtit 3 dhe në vetvete për ta mohuar vullnetin politik të manifestuar me orë shkurt. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës përsëriti gatishmërinë për dalje nga kjo krizë duke votuar një kandidat ose një kandidate tjetër. Pas dështimit të seancës, Memli Krasniqi fajsoi vetëvendosjen me pretendimin se nuk ka shumicën dhe është duke kërkuar që t'ia imponojë vullnetin të zgjedhurëve të popullit. A vetmja gjë që besoj është evidente që ai s'ka numra për të bërë kryeministër dhe duke mos mujt me bë veten kryeministër, atëherë po e bllokon kuvendin duke e vendosur Albulena Haxhiun si shtyllën mbrojtëse ku thyhen shtizat e ky duke arsyetuar që kënse unë kam votat që ke dim gjithë edhe ju këtu që jeni çdo 2 ditë bashkë me neve që si ka. Ai mohoi dhe mundësinë e koalicionit me vetëvendosjen. Zoti Kurti me insistim ka dëshiruar që të ketë një takim për diskutuar për temat ndërkomunale, që realisht janë punë e tij. Por në një situatë kur ai vërtet s'merret me asnjë temë në interes qytetarëve, është i mirë për të bërë show e propagandë. Në traditën e shqiptarit është kur vjen edhe i huajit e dera me hap derën dhe momentin që ai ka shkuar në zyrën e zotit Hamza Mitrovic, ne si jemi në hasmëri, normalisht që mirë pritet se zoti Hamza është një nga të paktit politikanë që vërtet kanë ndërtuar vetëm mura, bashkëpunime e komunikimi me gjithë, duke pas një kontribut drejt për drejt e depolarizimit kësaj skene politike. Ishte Memli Krasniqi. Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, reagoi pas dështimit të seancës së Kuvendit të Kosovës, duke theksuar se 4 muaj pas zgjedhjeve vendi vazhdon të jetë pa parlament funksional dhe pa institucione që adresojnë sfidat e qytetarëve. Ajo akuzoi lëvizjen vetëvendosje për barikadim kokfort dhe përpjekje për të imponuar vullnetin e saj në mungesë të shumicës duke zëvendësuar arsyen me inatin. Diktati nuk është dhe nuk mund të jetë instrumenti i ligjshëm i qeverisjes demokratike. Kjo mënyrë të menduarit dhe të vepruarit duhet të marrë fund dhe njëri bëjmë thirrje lëvizjes vetëvendosje që të reflektojë. E drejta për të zgjedhur dhe për të pasur institucione funksionale nuk është privilegj i dhuruar, por është e drejtë e fituar me mund, djersë dhe sakrificë, apelon Vlora Çitaku nga Partia Demokratike e Kosovës. Deputeti e Partisë Demokratike të Kosovës, Blerta Deliu Kodra, ka reaguar pas dështimit të seancës konstituive të kuvendit, duke cilësuar situatën si një fatkeqësi për vendin. Sipas Deliut, kuvendi vazhdon të jetë i bllokuar për shkak të partisë me më shumë mandate, ndërkohë që një qeveri në largim po vepron në mënyrë të kundërligjshme sipas saj. Çmimet janë tepër të larta, sfidat e barierat e qytetarëve të Kosovës janë të mëdha. Kosova ka mbetur një pozicion të paleveshëm për shkak të pamundësisë që kuvendi të jetë funksional, me këtë rast të qeveria të jetë funksionale, ndërkohë që ne kemi një qeveri në largim, e cila kundërligjshëm vepron, ndërkohë që kuvendi vazhdon të jetë ende i bllokuar për shkak të marrjes peng nga partia që ka marrë numrin më të madh të mandateve. Lidhja Demokratike e Kosovës ofron zgjidhjen për daljen e vendit nga kriza. Kryetari i Partisë Lumir Abdigjiku paraqet planin e punës të qeverisë unitetit kombëtar që LDK e sheh si zgjidhje për krizën aktuale politike.
Në një konferencë për media, Abdi Xhiku premton funksionalizimin e institucioneve kushtetuese, departizimin e institucioneve dhe riformatimin e plot të bordeve të ndërmarrjeve publike. Qeveria e Unitetit do të merret dhe me departiakizimin e institucioneve të pavarura, rreth par vënien e drejtuesve profesionist e të pavarur partiakisht në institucionet kryesore të pavarura kushtetuese dhe zgjedhjen e gjitha emërtimeve të ushtruesve detyrave që i kemi gjithandej Kosovës. Pjesë angazhimit do të jetë dhe reformatimi plot i gjitha bordeve të ndërmarrjeve publike, aty ku aferrat e fundit korruptive kanë shpërthyer. Besojmë se pa interferime partijake i japim dhe frymë ndërmarrjeve, po japim dhe të drejtë prokurorisë që të bëjë hetimet e domosdoshme. Krahas asaj, Abdi Xhiku premton rritjen e pagave, një paketë masash për krizën energjetike, heqjen e TVSH-s për çdo faturë të energjisë elektrike, si dhe fillimin e projektit për gazifikimin e Kosovës. Qeveria e Unitetit nuk mund të bëjë gjithë gazifikimin e Kosovës, por do të niste hartimin dhe miratimin e planit kombëtar të gazifikimit dhe do të niste procedurat për ndërtimin e një centrali me gaz. Në momentin e parë që nisim këto procedura, si Qeveria e Unitetit dakordohemi që këtë projekt ta vazhdojmë pavarësisht se kush vjen nesër pas zgjedhjeve të reja në pranverën e vitit 2026. Zgjedhja e veçantë do të jepej dhe krizës së tanishme, protestës së madhe që kemi të sektorit privat, duke gjetur rrugdalje të përbashkët mes Qeverisë së Unitetit, sektorit privat dhe krizës energjetike që na vjen. Në politikën e jashtme, Abdi Xhiku kërkon rindërtim të raportit me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa për dialogun me Serbinë nënvizohet nevoja për një platformë unike me të gjitha partitë politike. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Ekrem Hyseni theksoi nevojën për një qasje të re në zgjidhjen e ngërçit institucional. Sipas tij, përsëritja e këtij skenari sjell vetëm bllokim dhe dështim. Hyseni propozoi si zgjidhje formimin e një qeverie kalimtare që do të vepronte në interes të qytetarëve. Zgjidhja do të ishte një qeveri kalimtare e cila për interes ka interesin qytetar. Deputeti Armend Zemaj në emër LDK-s tha se mbështet vetëm propozimin për qeveri kalimtare. Ai paralajmëroi se së shpejti do të dalin me propozime konkrete. Kosova nuk e ka luksin e stërgjatjes së procesi, nuk e ka luksin e shkurës së shpeshtë në zgjedhje, po edhe zgjedhjet nganjëherë janë zgjedhje. Përgjegjësia e madhe ta quaj politike dhe morale mbi lëvizjen vetëvendosje, e cila as nuk dëshiron që të gjejë një zgjidhje, as nuk ofron një zgjidhje, por me kryenisin politike vazhdoi të mbajë peng institucionet të Republikës së Kosovës. Ministri i Detyrës i Financave i Kosovës Sekuran Murati rikonfirmoi qëndrimin e vetëvendosjes, duke hedhur poshtë propozimin e LDK-s për një qeveri të unitetit. Sipas tij, kjo e kthen Kosovën në kohën e unikut. Mi dhonë përgjigje për ato. Ajo është më kthy kohë të unikut. S'ka arsye kur ka fitues qartë të zgjedhjeve, ka mandatar të qartë, kandidati për kryeministër ka qenë Albin Kurti, është njëri më i votuar. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Time Kadriaj, tha se kjo qeveri nuk ka siguruar shumicën e thjeshtë për kalimin e kryeparlamentarit, duke e bërë kështu të vështirë funksionimin e institucioneve. Ne nuk po shohim ndonjë zgjedhje, nuk po shohim që ka angazhim të kësaj qeverie për zgjidhjen e këtij gërçi politik që është formuar, nuk ka interes sepse sot në soll ishte kryeministri në detyrë, ishte ministra, do të thonë para dite janë deputet, pas dite janë kryeministra, janë ministra, janë zabens kryeministra të cilët e kanë uzurpuar edhe institucionin e Kosovës, qeverinë e Kosovës, po ashtu e kanë uzurpuar edhe kuvendin e Kosovës, duke mos tentuar dhe duke mos i siguruar shumicën e thjeshtë për kalimin e kryeparlamentarës që propozuar nga kjo qeveri. Ishte Time Kadriaj. Ish deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, shpreh shqetësimin mbi krizën e thellë politike. Sipas tij, Kosova po e humb fuqinë dhe autoritetin e saj, si brenda ashtu dhe në raport me partnerët ndërkombëtar. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Tahiri tha se shteti është në blokadë funksionale, pa përfaqësim dhe pa vendimarrje institucionale. Kjo është një krizë e thellë politike që po e minon funksionimin demokratik dhe po e cënon besimin e qytetarëve në institucione. Kredibiliteti institucional po zbehet çdo ditë, shkruan Besnik Tahiri. Ministri i Detyrë për Komunitetet dhe Kthim në Kosovë, Nenad Raqić, deklaroi se ndihet keq që për herë të 29 po merr pjesë në seancat të kuvendit pa arritur ndonjë rezultat. Ai theksoi se komuniteti shqiptar duhet të mbajë përgjegjësi për situatën, ndërsa vetë ai ndihet i pafuqishëm si pjesë e pakicës në parlament. Dhe unë vetë po ndihem i keq sepse po vim sa kemi thënë 29 herë. Jena pa kur ka rezultati, normalisht që bisedojmë mes neve cilët janë opcionet dhe ashtu me radhë, por po ashtu ndoshta dhe këtë rast
jo vetëm partia më e madhe që ka fituar mas shumë të ulësit, por po ashtu edhe opozita ka një nivel të përgjegjësisë, sepse që bisedova me bashkëpunëtorët e mi, me politë që po më përcjellin në kjetë, që thojnë ata që po çdo ditë po presim ndonjë surprizë, ndoshta opozita e bën një manevrim të votuar për kandidatin e vetes. Presidenti i Kosovës cakton 12 tetorin si datë të zgjedhjeve lokale 2025. Vendimi është marrë pas shqyrtimit kujdesshëm të propozimeve të subjekteve politike, thuhet në njoftimin e kreut të shtetit. Sipas presidentes Osmani, caktimi i kësaj date synon të mundësojë përgatitje të plotë të procesit zgjedhor nga institucionet përgjegjëse përfshirë Komisioni Qendror të Zgjedhjeve dhe institucionet e tjera të rëndësishme me qëllim të respektimit të standardeve më të larta të administrimit zgjedhor. Presidenti Osmani u bëri thirrje të gjitha subjekteve politike, organizatave të shoqërisë civile dhe qytetarëve të qasnin këtij procesi me përgjegjësi të plotë në funksion të garantimit të një procesi gjithëpërfshirës të rregullt dhe të drejtë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Themel për bashkim të shqiptarëve komentoi kryeministri Albin Kurti simbolikën e lidhjes së Prizrenit në 147 vjetorin e saj. Në një ceremoni të përbashkët me presidentin e Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj, shefi i qeverisë Kosovës u ndal te ky moment si një nyje që bashkon shqiptarët. Nëse lidhja e Prizrenit do të ishte dëgjuar më mirë nga ideja politike e fuqive dhe jo nga interesat afatshkurtër, sigurisht që Ballkani, ky rajon i Yni, nuk do të ishte në vëmësi metafora e fuqisë së barokut. Ja përse lidhja është gjallë në mendjen e çdo shqiptari që respekton veten si publikja më politike e kombit, por edhe të njerëzit e tjerë të cilët i ndajnë të njëjtat vlera universale. Le të mendojmë sa herë që përmendim lidhjen edhe rilindjen. Këtë lëvizje të madhe të mendimit dhe gjuhës të përbërë nga njerëz të një dije të lartë të shquar, të vendosur më shumë se kur përpara një të shkuaret të pashtjelluar kombëtare dhe një horizontit të ndërlikuar ndërkombëtar. Andaj i shkon një nderim monumental të tërë atyre njerëzve që e ideuan lidhjen dhe që themeluan atë në qytetin e bukur të Prizrenit. Ishte Albin Kurti. Për kreun e shtetit të Shqipërisë, lidhja e Prizrenit është themeli i lëvizjes për bashkim dhe pavarësi kombëtare. Bajram Bega nënvizoi se Shqipëria dhe Kosova janë dy shtete të një kombi, ata ecin përpara, krah për krah në rrugën drejt integrimit evropian. Në një realitet krejt të ndryshëm nga ai vitit 1878, Shqipëria dhe Kosova janë dy shtete të një kombi. Ata ecin përpara, krah për krah në rrugën e integrimit evropian. Të jemi pjesë e Europës Bashkuar është vazhdimi natyrshëm i aspiratës që shqiptarët shprehen në lidhjen shqiptare të Prizrenit, deklaroi Bajram Begaj. Kosova kujton ditën e çlirimit. Presidenti Vjosa Osmani shkruan se në këtë 12 qershor, 26 vjet më parë, mbi tokën e djegur të Kosovës, 50.000 ushtarë të NATO-s hynë duke kontribuar në çlirimin e një populli që ishte shtypur me shekuj e mbi 1 milion shqiptarë u kthyen në shtëpitë e tyre. Luftëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe ushtarët e NATO-s e kthyen të merren në guxim dhe dhimbje në shpresë, shkruan Vjosa Osmani. Sipas asaj, pavarësisht përpjekjeve të armiqve të Kosovës, një histori e shkruar me gjak nuk mund të ndryshohet e as fshihet nga gënjeshtra të shkruara me laps. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj uron popullin e Kosovës me rastin e 26 vjetorit të çlirimit. Në mesazhin e tij, presidenti Begaj thekson se kjo ndërhyrje ndaloi masakrat njerëzore dhe spastrimin etnik kundër popullsisë civile që po ndodhte në zemër të Europës. Begaj nderoi gjithashtu luftën heroike të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Shqipëria do të jetë gjithnjë në krah të Kosovës, besim plot në të ardhmen e përbashkët europiane, përfundon në mesazhin e tij presidenti Begaj. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.